Dhe në sytë e njerëzve, Kurti përvaqëson tregimin e një heroi. Të atyre që kanë votuar. Më shumë se sa kretë opozitën gati. Çka flet për këtë lloj opozite? Shiko, para se më të opozita. Unë kam 3 fëmijë, nëse një gozh dhe kish ngul dikon Albin Kurti mirë, mos më intereson nëse njerëz po keq kuptojnë. Ose kam kur gjë personale as urrëtie, mos më intereson për politikë. Këta kanë pas sa kam kritikuar edhe këta tmet të opozitës. Por kur unë nuk shoh asnjë projekt 20 miliard euro për 6 vite. Hajde tregoma një projekt, autostrada për Gjilan, për podjev su kry, para nej su kry. Ku janë projektet, ka shkun këto pare? Pra, mafia energetike 1 miliard euro importim nga Serbia. Për 20 vjetës është importuaq. 20 miliard euro si kanë pas kritë qeverit bashkëpin 99-ës, në kohën unë mikut e deri në 2019. Kjo i ka për 6 vite. Ku janë projektet? Ku janë vendet e reja të punës? Pse po ikin rinia? Po ikin sepse s'ka vend të ri të punës. Fëmijët tonë ikin sepse bab s'ka vend të ri të punës. Dhe nuk ushqehet më me retorika boshe e me shpresa të reme, qyre këtu po Zvicër. Po ata në diaspor, po, çata që po votojnë Kurtin. Jo tjertë. Si janë gjithë njëzoj. Po ata po shien me urrëtie, me emocione. Një ditë ju del gjumë edhe atyne. Sepse shohin që ky vend ka filluar. Në Zvicër janë 300.000. Ka filluar me vdek. Në Gjermani janë 800.000. Po. E në zgjedhje po marrin pjesë 100.000 votues nga diaspora, nuk po marrin pjesë gjithë. 100 po 100 Prandaj nuk janë gjithë pjesë. Po ata i ka rekrutu, i ka mobilizuar Albin Kurti me këtë retorikën që betejë politike. Ja ka menaxhu emocione. Jo, nuk mundesh me qenë edhe zullumçar, edhe shlirimtar, edhe hajn, edhe patriot. Shiko, tash në atë skenë politike, një njeri normal, po ky s'është politikan normal, ishtë dashme dhe të nderuar me që në atë salë në Zvicër, e cila më dëgjova ishte ma që shtrejta me pagu rentën për atë të bim. Ky, kryeministri i vendit ma të varfën në Evropë bashkë me Ukrajinën, e pagu në salën ma të shtrejta, tja kushdo që e ka pagu, ishtë dashme thonë, në mandatin tim, sa jeni këtu për i vushtrisë, që në dorën, ata me bërtit. 32 venet punës si këm hapë në vushtri. Sa jeni për Mitrovicës, ata, krybeqar. 62 venet punës si këm hapë gjatë mandatit tim, që këto janë. Sa jeni për Gjakovës, ata, 45 venet punës si këm hapë në Gjakovë. Në total, ju, diaspore dashur, kushëri, një pa mesat ju që keni në Kosovë, ka që kam shtim punë për 6 vjetë. Kjo ja di që adherë thot? S'ka hajnë, ka zullumqar. S'ka hajnë, s'ka zullumqar. Dhe më thonë, retorika bajate, të gërdishme, 25 vjetë, 30 vjetë mas luftës, me të njëjtat retorike. Po, me fitu pushteni, po ata po hajnë forën. Adin, po gëlltisin që to, po kanë qenë vishë rejti, i mujti, Albin i mujti. Ollet i mu në 10 herë, 20 herë, se kam galën e të opozita. E kam galën që këtu po jetuat ma ketë se dje, se par dje. Gjdo më në gjesë, kru po qumi, po është ma ketë se saj, që ka qenë dje. Një shport, se të smunësh me mush, mini market, një kese, me 100 euro, me 4-5 artikull ushqimor. A më të në që ku janë pagar. Pa pate një problem shëndetësor, një situatë gripoze, pa pate një problem shëndetësor, një situatë gripoze, dhe të nxjerr nga Terezia e mujt. Nxjerr nga Terezia e mujt se kushtojnë ato barna. A kupton? Çfarë të përshëndesim këtyre 6 vite? Unë jam operu 2 herë në ÇKK prej kombës këto 3-4 vitet e fundit. Është merr, është si Kandahar, 20 vjeçari. Mirë be hajde, 20 vjeçari, e pas ka shkatru ke. Sepse pas ka qenë janë edhe ambasadorët britanikë gjerman. Po, në një paraqitje, duke thënë se Kosova nuk është kështu. Ec. Po hajde, 20 vjeçari shkatrim. Hajde po pajtomi në thojza. Është më shkatrim se në kohën e Miloševićit. Është më shkatrim se në kohën e Jugosllavisë, Atëherë ka qenë më mirë, se çështu i bjen. 20 vjeçari shkatrim. Çish beti për 6 vjet, unë isha në ÇKK u bëna operacion 2 herë. Qysh smujte një krevet me ndru? Qysh smujte një gozhë me ndru? Një dretare? A më tënë pak do renovime kështu kozmetike tash kohëve të fundit. Nuk ka ekip, do të thotë shifi këta ministra, edhe njëherë, ofendimi më i madh në historinë politike bashkëkohore të Kosovës ju ka bërë me atë vadën e Armend Mujës. A më tënë, del aty, kjo Armeni më duke si ata ministrat e kohës Jugosllavisë, hajde Leoç, hajde për haj ata shkretit. Dhe më thonë do artrokitje që kemë me 20 miliard euro, që dhe më thonë është mbajt men vada, s'ka ofendim atë madhë. Dhe nuk e flasë me i noti, po të ishte një autostradë, po të ishte një projekt, i cili ishte fëmijët e mi, fëmijët e tu, fëmijët e qytetarën në punë, e ndalën migrimin, këtë dhe të ishte në rregull. Çka prioritet sot për ju? Në jetë.
Cili prioriteti yt? Kryesor je babai 3 fëmijë. Me mbietu muin me 3 fëmijë. Me mbietu muin me 3 fëmijë, edhe me mundu me i bind ata që në këtë vend megjithatë kanë bo mirë, po kjo po është shumë sfiduese dhe po është shumë problematike. Cilat janë pyetjet më sikletshme që ti bën gjemt? Po pyetjet më sikletshme ndoshta me raste pa përgjigje, sepse i keni moshë. Shumë raste po mesin pa përgjigje, pra është insistimi i tyre që ne mos me insistu që ata mos me dalë jashtë. Sepse nuk e shohin këtu perspektive, sidomos të 6 vitet e fundit. Dëgjom, tazo, si morëm shembull fëmijët e mi. Fëmijët e mi kanë atë moshë që ata janë rrit me autostradën, që kanë ndërtuar ashtu më thotë që qeverit më herët. Ata janë rrit me këto rrugë, me këto objekte, shkolla, universitete, këtë që e ndërtu në atë kohë, sepse që 6 vite s'është ndërtu kur gjë, që as 4 qerdhe si ka bërë Mikurti. Kështu që në ata fëmijëve të mi kërkojnë më shumë se sa ato autostradat. Ato i morën si mirëqena, kanë qenë aty. Për neve është revolucion, për mua, për ty, sepse e mbaj mend si ka qenë rruga para autostradës, si ka qenë Kosova shkatruar me 99, si janë ndërtu gjithë ato qerdhe, shkolla, infrastrukturë, këtë çfarë që është ndërtu në 20 vjeçarin e shkatërimit, si që thënë këta. Mi po, tash është koha inteligencës artificiale, tash është koha teknologjisë së shekullit 21. Tash është koha kur qeveria do të më fol për vendet e punës së dekadës që po vjen. Dhe për çka flet kë? Hajna zullumçar, ole. Hajna zullumçar, ole. Me të gërdit, më thonë, që me çka fitohet vota. Hajna zullumçar, ole. Turma. Turma e verbume. Turma e verbume e mbushën plot rrethje ndaj kujt, ndaj një tjetër shqiptar. Dosh me dalë një thuj hunta aty në skenë, po të kishte pas njëri racional në atë sallë, me thonë, o zotni, unë jam prej Podjevës, për shembull, ose për Prizrenit, ose i Vitis. Unë jam diaspor që 30 vjet. Venet punës i ke qeltin qytetin tim që 6 vite. Hajna zullumçar. Retorika ati, ole.